Donald Trump ka vendosur që të ftojë Shqipërinë e konkretisht kryeministrin Edi Rama për të qenë pjesë e themelimit të Portit të Paqes, një strukturë, një organ që do të administrojë rripin e Gazës pas përfundimit të luftës. Për të folur mbi këtë vendim të Donald Trump dhe çfarë do thotë ky vendim në fakt, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Due Pietra. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, çfarë do thotë ky vendim dhe si përkthehet për marrëdhënien Shqipëri-SBA? Atë mendoj që kjo ftesë pra i bëhet edhe kryeministrit edhe Shqipërisë. Është një favor pra krejtësisht i veçantë dhe i çuditshëm, sepse deri tani dëgjoj vetëm opozitën që tregon që ka disa mos përputhje e qeveria Shqipërisë me Amerikën, por këto i hollen poshtë të gjitha në këto momente. Por duhet të them që nuk rezulton pra asnjë lloj këmbimi ose interesi për këtë ftesë. Të gjithë deri më sot kanë pritë që në momentin që po arrestohet kryeministri i Shqipërisë edhe shumë gjëra tjera dhe del papritur një diçka në favor të kryeministrit të Shqipërisë dhe Shqipërisë. Nuk është se ka ndonjë interes ekonomik në këtë ftesë, por interesat janë më shumë politike, njohjen e Shqipërisë në vendet pra ndërkombëtare dhe normalisht i kryeministrit që arsyet as ne nuk i dim, por në këto kushte mendoj që është një favor i madh bashkëpunim qoftë edhe me Amerikën, edhe për të njoftë në arenat ndërkombëtare. Avokat, në fakt, ftesa, siç është interpretuar nga opozita, i është quar shumë vendeve të botës dhe nuk është se është një ftesë individuale për zotin Rama. A u përdor pak nga zoti Rama kjo ftesë për të thënë që shiko se tani me Trumpin unë i kam marrëdhëniet shumë herë më të mira se ç'është folur? Nuk e di nëse e ka shpreh Rama me Trumpin, por dua të them që ai nuk ka thënë që jam zëvendësi i presidentit Amerikës, po ai ka thënë thjesht që ne kemi një ftesë jo vetëm si Edi Rama, por edhe si Shqipëri në këtë histori. Tani, se çfarë thot opozita dhe çfarë thon të tjerët, është çështje tjetër. Ne jemi para një fakti dhe unë normalisht nuk merrem me politikë, por duhet të them i gjatë që ftesa ka një vend në arenën ndërkombëtare, qoftë se gjithë botën nuk e ka thirrë Trumpi. Ai ka përcaktu disa shtete, po s'mendoj që ka thirrë gjithë botën, se nuk ka sens. Megjithatë, asaj përket pra gjithmonë i përket institucionit të opozitës. Dhe Shqipëria pra tregon që ka një hap përpara, ndonse deri tani opozita ka bën punën e vet dhe nuk është se s'duhet të bëjnë një punë të kësaj natyre. Sepse ajo kërkon gjithmonë që të marrin pushtetin. Dhe marrja e pushtetit, kjo që ka qenë një goditje e rëndë për opozitën e Shqipërisë. Pavarësisht se çfarë kuptimi ka kjo ftesë. Nuk është tash ftesë ekonomike, pa është një ftesë politike. Dhe politikisht Shqipëria nëpërmjet kryeministrit të Shqipërisë dhe nëpërmjet këtij shteti ose qeverisë shqiptare tregon që ka vlera, kaq. Avokat, çfarë do thotë kjo për raportin që do të ndërtohet tani mes Ramës dhe Trumpit? Pra, a janë sheshuar marrëdhëniet? Të thash që fillim që unë nuk marr vesh shumë nga politika, por duke e bazuar atë se një person që ka njohuri mbi ligjet, mendoj që mund të jap përgjigje çdo lloj pyetje, por jo se unë të jap pyetje politike. Me fakt, pra, nëse dy vetë takohen, njihen, flasin, ose i del në letra që duhet rrasdiken, automatikisht jemi para një favori dhe një mundësie që Shqipëria të integrohet, si e thon, edhe në arenën ndërkombëtare, përveç asaj që e njeh Amerika, se mund të ketë shtete sa dush në botë që nuk e njohin Shqipërinë.
Pra avokat, çfarë do thotë kjo ftesë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë zotit Rama në raport me opozitën shqiptare, e cila gjatë gjithë kohës thotë që Rama duhet të bie nga pushteti, SBA-ja do kërkoj rënien e zotit Rama, raportet me Trumpin si ka mirë, zoti Rama nuk kalon dot oqeanin për të shkuar në SBA. Tani gjitha thanjet janë thanje politike dhe normalisht që opozita kësaj rrugë do i rri. Pra, opozita priste që të vinë të merrte Ramën me helikopter, por nolli e kundërta tregon që Rama ka në rrugë të mbarë. Pra, të gjitha bisedat që flet opozita, kanë biseda të cilat nuk kanë asnjë vlerë në këtë moment, pas ftesës të bërë. Por nuk do thotë që i ka bën vetëm Ramës, prandaj i thash që i ka bë edhe Shqipërisë. Dhe Rama fare mirë mund të marrë përfaqësues edhe nga opozita, sepse kjo është logjika, derisa i bëhet ftesë Shqipërisë, do thotë që të bëhet edhe pjesë opozita në këtë takim, në këtë ftesë. Por që kur erdhi ftesa, opozita ka mëll gojën, nuk e kuptojnë pra, sepse ajo nuk duhet rrindur kryq nëse donte që me të vërtet të shpaloste problemet e qeverisë, por në këto kushte mendoj që është diçka e çuditshme, sepse Partia Demokratike me Lulzim Bashën pagun 80.000 euro me bajt fotografi. Nëse Rama si vjen një ftesë pa paguar asgjë dhe asgjë. Dhe kjo tregon që aftësia e kryeministrit Rama në këto momente nëpërmjet kësaj ftese i ka dhënë një favor të madh Ramës edhe politikës në Shqipëri që është nën komandën e kryeministrit Rama. Avokat, është dhe një stepje kjo për SPAK-un në momentin që SPAK-u mund të ketë hetime ndaj zotit Rama, që të mos e thras më për të dëshmuar ose për të pyetur? Ja, tani kjo është fusha ime dhe unë them që nuk ka asnjë arsye dhe mundësi që SPAK-u të ndaloj hetimet, SPAK-u të mos pyet qoftë Ramën, qoftë të gjithë qeverinë për problemet të cilat janë gjatë në Shqipëri. Pra, nuk ka lidhje fare kjo me atë që thirret Rama në bile, thonë nga ato proverbrat e vjetra, që ai që të fut dorën të çon sa më lart, të çon lart se do të hell poshtë në kuptimin e fjalës përmet të që mos çohesh më. Dhe inshallah dhe uroj që mos të jetë ky version i Amerikës për Edi Ramën. Pra mund të jetë dhe një version që unë po të ngrej në qiell dhe pastaj në një moment caktuar mund të lëshoj? Sigurisht që kështu funksionon politika. Politika aty ku e pret nuk del. Politika del atje ku ty nuk të shkon mendja se çfarë po ndodh. Pra deri dje ishim që do vinin në Shqipëri me helikopter për ta marrë Ramën sipas opozitës, por nolli e kundërta tani edhe në këtë që nolli e kundërta jemi para disa fakteve të tjera që edhe nuk përjashtohet mundësia që Amerika çon sa më lart në mënyrë që të lëshojnë që ti mos çosh më. Kjo do të jetë edhe një version tjetër që nuk e uroj askujt, por mendoj që nollin këto. Ka noll në shumë shtete të tjera të botës, në Amerikë. Mund noll edhe në Shqipëri. Avokat, çfarë pritet të ndodhë pas kësaj ftese? Mendoni që mund të ketë një takim me Donald Trump dhe nëse ka një takim të Ramës me Donald Trump, është e thënë që mandatin ta çojë deri në fund zoti Rama? Kam thënë disa herë dhe prap po them që nuk kam lidhje me intuitën e politikës. Kam lidhje me intuitën e ligjeve. Por edhe për këtë mund ta jap një përgjigje sepse duke parë gjithë këtë sa vite që jemi këtu, Rama ka një taktik të kësaj natyre që demokrat e flak të cilët ishin në Shqipëri, morën rrugat. Mrena PD-s bani një përçarje,
pra që ai roja i kryeministrit, roja i kryeministrisë, që është ai Lapaja çfarë ka, ai është i paguar për me nej aty, nga Rama. Këtë s'ka njeri në botë që mu ma heq nga truni im. Por edhe Granshej mund t'jetë prish me Ramën se mund mos i ketë dhënë lek, ose mund mos i ketë fillu hetimet për ato historinat e tij. Dhe për këtë arsye, pra ka përqa PD-n dhe përqarja PD-s në dy format më ekstreme, me nej 500.000 vjetë Shqipëria nuk mund të ndrojnë pushtetin edhe nuk mund t'ja marrin Edi Ramës në këto kushte. Avokat, pse thoni që Lapaj i shërben Ramës dhe Agronshej s'është opozite e dur? Ndërkohë që Lapaj ka gati një muaj që është para kryeministrisë në ftohtë në shi. Po sa më shumë që të rrinë as më shumë lek merr. Kjo është logjika. Pra, roje e kryeministrisë, nëse do ta quajmë, para roje bile krejt, është para roje e kryeministrisë. Po e di gjithkush se nuk ka nevojë me diskutu as ne, as kërkush. Pra jemi në to kushte që ajo ka përqa PD-n, dhe sa herë PD-ja që mund të marrin forcë, përsëri e përçan. I ka aftësit, ka dhe lekun, dhe këta njerëz në Shqipëri për lek ças bajnë. Çdo gjë bajnë. Nuk keni besim te Lapaj dhe ata Agronshej që mund të jetë opozita? Lidhje ka Lapaj Agronshej ai me PD-n, s'kan lidhje fare, nuk ka sens fare. Kush e pagoi atë Lapajn për vizitat jashtë shtetit atëherë? Po kush e pagoi? Kontribuesit e kanë paguar. Ishte Sorosi që i dha mandatet, faturat. Po pse se tonë ato? Ti hetojnë, s'kan nevojë. Po ja mojnë aty në momentin që fillon me çu kry, ja paraqesin përpara Davalin. Muhabete që janë të dukshme këto. Nuk mund ta fshehin. Pa Agronshej? Pa Agronshej tash po Arlin Qoli. Dihet ma me ç'është marrë, me ç'a ka fituar. Nëse do i hyjë hetimeve, do shikojnë që këto call centrat e Shqipërisë i solli Agronshej. Këto janë të pa diskutueshme, nuk mund na me i fsheh, nuk i fsheh askush. Nëse bën një veprimtari të ligjshme, s'është biznes jashtë ligjit call centri, avokat? Tani, në qoftë se dëna me fol realitetin, në qoftë se dëna me i ba joshe Agronshejës ose Ramës ose Berisha me radhë, flasim si dush. Por fakti është fakt. Nuk ka njeri në botë që e fiton një lek me dirës dhe e nxjerr në ato forma. Më thuaj mua. Pse? Ti je biznesmen, nuk ta nxjerr logjika e biznesit që ti të investosh në këto forma që po investon Agronshej. E kupton që nuk ka sens. Kush është ai? E hin biznes për të fituar. Dhe futet në këto forma që e din shumë mirë që asnjë prej tyre nuk marrin më shumë se 1, 2, 3 deputet. Dhe s'kan çaj heqin pra, se ai shkon për t'i heq PD-s deputet, nuk shkon për të fituar. Dhe për t'i heq deputet PD-s merr këto lek. Nuk ka njeri, më dalin e çat do të më çojnë mu për shpifje, çat don, kur don përballen me ta. Jo me këtë don, ligjërisht. Ajo që a fakt. Atëra me bën një logjik, ti mendon që nesër me drejtu qeverinë e Shqipërisë. Ke shku te kryeministria, më lë 2 vet, 3 vet, 5 vet, 100 vet, 1000 vet, s'ka rëndësi fare. Po çfarë do më bën me ata? Kur vetëm punojës të shtetit Shqipërisë janë 30%. Pra, në momentin që hyn në votime Edi Rama ose partia që janë pushtet, se s'du ta përmend Edi Rama, ai e ka 30% që në xhep. Pjesën tjetër lot harush me këtë don. Se po mbani edhe mua tani që të hi politikisht. Po politikisht ka një logjik, ka një matematik, ka një formë ligjore. Avokat, ne po flasim për një politik siç ishte edhe Albin Kurti, që gati për disa vite neti me 3 deputet, 4 deputet, 10 deputet, 20, 30, pastaj mori qeverinë. Pse nuk futet tani, po themi, që futet e vetme, qoftë Lapaj, qoftë Agronshej në zgjedhje, nuk do të thotë se i bën dëm Partisë Demokratike, do thotë se ai
parimet dhe po themi gjithë vizionin nuk e ka përshtat me Partinë Demokratike dhe ai thotë që unë do kontriboj derisa në një moment caktuar nëse shqiptarët më japin vot besimin të qeverisë Shqipërinë. Logjika çon në këtë kuptim që në Shqipëri jemi dhe nuk ka pas ndonjëherë politik të mirë fillte në Shqipëri. Ka pas interesa politike. Edhe qytetarët që janë josh dhe kanë votu deri në sot në format më të degenerume të botës. Pra me i thes miell kanë dhënë votat. Dhe për sa i përket votimeve të ndershme, nuk ka pas ndonjëherë në Shqipëri votime të ndershme. Ka pas votime supozuese. Por në këto kushte, një person që ka marrua dhe klasën e 9, po them, e ban llogarinë matematike dhe si mund ta marrin pushtetin Lapaj, Gorçeaj, Berisha, kundër Ramës, kur po ta them që ka 30 e sa % të punojësve të cilët votojnë për veten e vet, jo për Edi Ramën, se ata janë punë. Dhe nëse nuk do t'japin votën për veten e vet, nuk mundën që të marrin pushtetin dhe të shkojnë në punë me një tjetër, sepse ai që do ve njerëzit e tij dhe asnjë këtu vetë historia ka tregu që sa po ka ardhur një parti e majt apo djathtë, ka bërë lëvizje nga nishi deri te qinta, që i ka heqë gjithë, e ka pastru institucionet nga i majta ose e djathta kur kanë bërë. Dhe në këto kushte, si mundet pra të menosh logjikën që një pararoje kryeministrisë mundet të marrë pushtetin në këtë forma. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.